Një nga tiparët apo veçoritë e këtij muaji të bekuar është theksi i tij i veçantë në moralin e mirë apo në virtytin fisnik. Ky muaj është muaj shmangjeje nga problemet, nga konfliktet. Është muaj dashurie, muaj harmonie, muaj bujarie midis muslimanëve. Islami inkurajoi sjelljen e mirë dhe e bëri atë shkak që poseduesi i saj të futet në xhennet. Ebu Hurejre tregon shumë qartë dhe thotë: kur u pyet pejgamberi alayhi salatu selam se cila punë i shpihen njerëzit në xhennet, ai tha: devotshmëria ndaj Allahut dhe morali i mirë apo sjellja e mirë. Të nderuar, hadithet e profetit alayhi salam janë të shumta, të cilat tregojnë vendin apo pozitën e personit i cili ka moral të mirë dhe ka një karakter fisnik, duke treguar se personi i cili ka karakter fisnik është prej më të mirëve të muslimanëve dhe është më i plot dhe kompletuar në imanin apo në besimin e tij. Po ashtu, personi i cili ka moral të lartë është në rangun atij i cili agjeron dhe falet natën. Të nderuar, karakteri i mirë, karakteri fisnik është vepër madhore, rëndon shumë në veprën e besimtarit. Zatën edhe kjo është shkak që poseduesi i tij të bëhet prej të dashurve të pejgamberit alayhi salatu selam, por ajo që është më vlerë dhe më rëndësi është se do të jetë afër profetit në pozitë në ditën e ringjalljes. Nëse ndalemi edhe shikojmë apo lexojmë biografinë e profetit ton alayhi salatu selam, ishte shembulli më i mirë, ishte shembulli më i veçantë dhe më unik në sjelljen e tij, në moralin e tij. Këtë dëshmon shumë qartë Kur'ani famlart në surën El-Qalam ku thot: "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Me të vërtetë, ti je në një shkallë të lartë të moralit. Kur pyetet Aisha radiallahu anha për karakterin e pejgamberit alayhi salatu selam, e pyetjen: "A lexon ti Kur'an?" Ai thot: "Po." Thot: "Karakteri i profetit ishte vetë Kur'ani." E thot profeti alayhi salatu selam bukur qartë se unë jam dërguar që ti përsos apo ta përsos moralin e mirë, sjelljen e mirë. Të nderuar, hadithi i profetit alayhi salatu selam kur thot se nëse ndokush nga jo lëndohet apo fyet apo luftohet, le të thot unë jam agjerues, unë jam agjerues. Duke treguar, të nderuar, se sjellja e ulët, sjellja e cila nuk duhet ta ketë agjeruesi, nuk përkon me karakterin e agjeruesit, nuk shkon me të. Ngritja e zërit nuk shkon me agjerimin. Janë dy gjëra të cilat nuk përputhen, dy gjëra të cilat nuk shkojnë. Sjellja e mirë është rezultat i adhurimit në Islam. Veprat, ibadetet, adhurimet, ritet janë të pavlera nëse janë pa të. Pejgamberi jon alayhi salatu selam po e tregon karakterin e muslimanit, gjëgjësisht karakterin e agjeruesit, kur thot: "Nëse ndokush nga ju agjeron, mos të përdor fjalë të ulta, mos të ngri zërin. Nëse dikush ato e lëndon, nëse dikush ato e ofendon, le të thot: unë jam agjerues, unë jam agjerues." Të nderuar, ky muaj i bekuar
është muaj i cili kultivon shpirtin, është muaj i cili rrit durimin, është muaj i cili mëson bujarin, është muaj i cili mëson mirësjelljen dhe kultivon atë. Lutemi që të dalemi të pastër dhe të pasur dhe pajisur me sjelljet të cilat i don Zoti dhe i don profeti alayhi salatu selam.